Bashkëvendas të nderuar qytetar të komunës Skënderajt, si çdo herë mirënjohës, si çdo herë falenderus për mbështetjen cilën ma keni dhënë të parazerë. Unë dua që njoftoj se ju më keni ngrit, ju më keni qu shumë lart. Nga sot kam takime zyrtare me disa politikanë cilët dëshirojnë të bojnë para pregaditje për zgjedhjet nacionale dhe kërkojnë që unë t'jam në listën e përbashkët me ta. Dua t'ju garantoj bashkëvendasit e mi se kudo që jam, në cilin do vend që jam, unë do t'ngelem i juve, nuk do të shantazhohem, nuk do të pengmorem, merrem asnjëherë. Dua që t'i kam durët e lira, dua që t'jam vetvetja. Dua që t'jam vetvetja ashtu si deri tash. Pro, qytetarët e Skënderajt duhet të rrinë qetë. Unë jam në luftë me kartelet e krimit, cilët nuk do t'ja dalin. Vetëm me degën e PDK-s në Skënderaj, ju garantoj se nuk do të ketë bashkëpunim. Për as kanë nuk kam vijat kuqe. As për Rada Trajkovicin nuk kam vijat kuqe. Vetëm për degën e Skënderajt me kryetarin e saj, Tang Mars, ende nuk po më e kuptoj se aq i trishtun është populli im i Drenicës, aq i friksun është populli im i Drenicës nga ky njeri. Kartelet e krimit ishin edhe në policinë në Skënderaj. Kartelet e krimit i kishti gjithë kun i ka fut, e ka kriminalizu çdo institucion. Andaj, unë ndoshta jam i detyrueshëm që t'jam në listë përbashkët, edhe me pushtetin aktual, që vetëm kartelet e krimit të liftoj kudo që janë. Kështu që ju do të rini qetë, ju do ta dini se nuk ka gjë që e shantazhon Sokol Halilin. Çdo kush që e don Sokol Halilin ofër, do të mendon për komunën e Skënderajt mas pari. Do të ketë investime në Skënderaj, do të dohet buxheti nga qendra për Skënderajin. Unë jam një projektues i mirë, jam një arkitekt i mirë, jam një ekonomist i mirë. Nuk kem nevojë me bashkëpunu me komunën, por kem nevojë me bashkëpunu me qytetarët. Kështu që mujna me investuna për shotra, mujna me investuna për bashkësi lokale, duke i te kalu, sepse ministria dhe qeveria ka fuqi dhe ka mundësi që ti te kalon kompetencat e komunës dhe të futet direkt në investim, në kanalizim, në ujësjelës, në tretore, në rrugë. Une vendin teme kam të shkatrun. Vendin im mëdhimet. Vendin im është i shkatrun edhe psikikisht. Në këto zgjedhje e posh se triumfon frika, triumfon terrori, triumfon pengmarrja. Rrezikon polici transferohet, rrezikon doktori transferohet, rrezikon simdhonsi transferohet. Çdo kush është në rrezik, çdo kush është në frikë. Çdo angazhim që do ta baj në koordinim me ata të cilët më kanë votu. Të gjithë ata që gjitha ato vota që i ku morë janë të sinqerta. Mu janë prishur shumë vota, mu janë vjedhur shumë vota. Janë procedura juridike, ku do të ketë intervenime juridike, policore, inspektoriati policor, gjitha krimet janë të filmune. Kështu që gjitha ato vota që e ku morë nga qytetarët e Drenicës janë të pastra, janë plot vlerë. Nuk guxoj të abuzoj me ato vota janë blindume. Unë nuk i shantazhoj, mi u thonë çdo shtëpi e di ku shumë ka votu. Do ta dish, po shumë pak do ta dish. Se qytetari do t'jetë nalt. Kartelet e krimit do të binë poshtë. Nuk ka shantazh, nuk ka forcë, nuk ka karteli krimit që e thyn apo e shantazhon Sokol Halilin. Këta do më avkallzu një rast. Të njëherë në për shtëpia të mdhoja, ku nuk ka mujt me hi munafiki, trahtari, e ka morë ma gjupën nga Belicën, me ruza dhe me toza, e ka qu kinë se po shkon me shit ruza e toza, edhe ato e ka omunum i shti Hilegjin, Sidni.
Kështu edhe unë i kom pas dhe me ruza e me toza që jënë munu me ditë diçka, jënë munu me manipulu e sa thash, po nuk shiten ruzat e tozat tonë. Unë du kontrat, du marrëveshje veç me qytetarin, me kërkan tjetër. Kështu që çdo politikan, çdo institucion që dënë Sokol Halilin në bashkëpunim, duhet menon mas pori për qytetarët të Skënderajit. Une jam plot vlera, une kam plog, une nuk flas çka ka ndodhur, çka ka bo baba jam. Une tregoj une çka kam bo. Une nuk vi me vjedh varreza dëshmorëve. Une nuk vi me kop kërkan për qafe, për interesa. Une du qytetarin më maneru, se s'kam nevoj për vetja. Kur më nderohet qytetari Drenicës, kur avancohet qytetari Drenicës, unë jam okej. Gjitha ta që tregojnë pralla për luftën, e thirrën në emër dëshmorëve, thirrën në emër vlerat luftës, i ka ble, çdo politikan i ka ble me kaj kallamaq. Edhe veç jam ka kallëzuar, s'jam ka dhon hiç. Kështu që mos shitni vlera, se s'keni vlera. Mos folni për prindju, se keni vjen dhe nesh në atë prindve t'ju. Mos folni në emën të qykës, se keni fliqë që kënë. Na keni fliqë, nuk na keni lënë kur farë vlerë kërkun. Tash, se ku gjine mune, ku do t'jam unë do t'jam ku janë qytetarët. Ku do që t'jam, mërna një viti për Skënderajin tim, do t'punoj sa këta 25 vjetë. Ose në qeveri, ose në ministri, ku do që t'jam, une hapat e porë mi keni dhonë jo. Ju më keni mësu, qytetarët e Skënderajit më kanë mësu, më kanë forcu, më kanë blindu, se qysh me ecë. Unë pa juve s'kisha dit as me ecë. Pa votën e qytetarëve të Skënderajit. Pa ato 1600 votat zërtare. Une nuk kisha dit qysh me ecë. Por tash, ju mi keni dhonë komt, ju ma keni dhonë dijen, mu më dohen njerëz të mirë tash Skënderajit. Më dohen profesorët, më dohen doktorët, më dohen polistë, më dohen gjyqtarët, më dohen prokurorët, që kartelin e krimit në Skënderaj ta godasum në kokë. E qytetarët jetojnë lirë. E garantoj institucionin më të lartë të Republikës Kosovës se qytetarët e Skënderajit kanë nevojë për trajtim urgjent. Urgjent kanë nevojë për trajtim. Ky i ka friksu, ky i ka shantazhu, ky ka kërcënu, por do ta pagu. Do ta pagu dënimin se Zotin nuk duran zullëmqar. Kështu që na do të ecëm bashkë, unë do t'jam juvi faqe bardh 24 orë kur dënim keni. Çdo qytetar, veç tradhtar s'ka nevojë më thirr. Ta s'ka shitën s'ka nevojë më thirr, se qytetarët e thjesht. Në 2 notë, kur do që dëni kërkon mos me kon, telefoni jam 24 orë në dispozicion, ma dini ku kam bazën, ku kam zyren, ku kam restorantin, ku kam shpin. I keni dyrt e hapna. Qytetarët e Skënderajit i kanë dyrt e hapne. Për çdo lloj halli, unë jam me juve. Nuk ka birë none që e shantazhon Sokol Halilin. Nuk ka birë none që e gjynjëzon Sokol Halilin. Kartelet e krimit nuk do të mund të ndrojnë hartën zonale pa ngrit dorën Sokol Halili. E Sokol Halili nuk ja ngrit dorën kriminalit. Sokol Halili nuk bashkëpunon me kriminal. Kështu që ju më keni forcu, ju më keni dhënë krah. E këtë pjesën fizike, edhe këtë guximin të palekundur, këto ma ka falë Zoti. Këto ma ka falë Zoti se e kam të cënë. Mos me trahtu kanë, mos me rajt kanë, mos me mashtru kanë, mos mu shit. Këto kam genetik. Kurse forcen edhe kretë mi keni dhonë jo. Une ju jam bërq veç qytetarëve. Une do të përulem veç para qytetarëve. Nuk ka politikanë si shantazhon Sokol Halilin. Se pari Drenicakt, tani dikush tjetër. Se pari ata që mi kanë dhonë kretë, ata që mi kanë dhonë kompë me ecë për para, tash i politikanë, qender apo ku do qoftë.